Prej rreth 30 vitesh rreth 70 familje në fushë Mamura së Kurbinit vijojnë të jetojnë mes vështirësive për shkak të mungesës infrastrukturës rrugore dhe kanalizimeve. Për këtë arsye banorët kanë dalë në protestë duke kërkuar ndërhyrjet e menjëhershme nga Bashkia e Kurbin. Ato denoncojnë situatën e përsëritur ndër vite duke theksuar se rruga dëmtuar prej shirave është bërë pakalueshme. Sipas tyre kjo krijon probleme serioze për lëvizjen e fëmijëve, automjeteve dhe përditshmërinë e gjithë komunitetit. Kur të çojmë fëmijë në shkollë, do të ndrona me veshqitmet për 1 kilometër rrugë. Kanalizimet edhe të shtrohet kjo rrugë, se gjithkund i kanë shtruar, këto jo, këto s'është vu dorë fare. Mbi 60 shtëpi. Po, vetëm kjo zonë. Në gjithë fushë Mamursin, në gjithë bashkinë e Kurbinit, vetëm kjo zonë. Rruga më e parë janë kanalizimet. E dyta, asfaltit, e nuk kemi nga as nga shteti, as nga kryetari e bashkisë. Se ato punu vetë, se punë gamorve. Tu jetu, atë shkët e puna, atë lëj punën, atë lëj fëmijë në shkollë, se kanë fëmijë të vezër, ku të mytë na? Se bëk mytë jena, s'di që me të folë më ma gjatë. Sa vite ka kështu rruga? Pak 20 vjetë. 20 vjetë. Po. Nuk është ndërhyrë? Nuk bërë tjellë. Ka shtru djali vlajt, orda kina këtu, ka prunë 20 kamiona. Na kërkojmë zotni, nuk kërkojmë bukë. Kërkojmë të shtohet kjo rrugë, t'jena kalem në shkollë, t'jena i mortë, t'jena i dashësëm, na s'dim ku shkojmë. Ate, tu kanë ngelim 4 rrugë kryesë. Na kanë dhënë fjalën, mos tallen me popullin, sepse kur kanë dash nevojë, unë i kam thënë shprehje. Na jena me ju mërzotni, ju jeni me ato. Na t'japim votën te si popull këtu, të më shtrëm, jam dakord ta shtrën këtë popull dhe asfaltin. As i dafti shtrohet zgjidhje. Po jo shtrohet me fjalë, na jena me ju, ju jeni me ato, na s'japim domë. Dhe shtoj na do të bëna me ato, si të thera ato me ne. Rrugën e shifni vetë jashtë, për më keq ka 30 vjetë jena demokrati, jena një të situatë. Pra ne ju lutemi shumë të divizjona i domë. Gjatë protestës, banorët nuk kursyojnë as ironit në drejtim të deputetit të zonës Ulsimania duke kërkuar që zërin e tyre ta çojnë në institucion përgjithëse. Prak vodimesh, zoti Ulsimania me këtë zonjën Majlinda Cara na premton shumë gjana, kështu që për mendimin tim s'bën asgjë. Fëmijët nuk kanë asnjë faj, faja është i joni, që i dham votën, ne ja ku kemi përfundu. Si ta di zoti Ulsimania është di brani jon, edhe na jena nga zoni veriu dhe përshnesim. Por amo, dhejt dorën në përnej që boljen të vjedha atje. Ka ishtë vështirë është për fëmijët, se ne se kena më të vështirë, pa shumë të vështirë. Si e për të kaluar kur ka reshi shioj? Për të kalu do t'i marrim krah me gomar, me kafë, se ku kena të kalin e bardha, aty të kemë për ta hypat Ulsimonjën, në kalë, t'i blej ki shalë që mos të vritet, vetëm adhe rrugë në kanë gjenë. Ma vështirë nuk ka ma. Ndash për kalamajnë, ndash për gra, ndash për mi për çdo gjë. Po ju lutëm. Ulsimania me e pas Ulsimania që këtë rrugë, që ishë bërë? Prandaj, kërkoj që të rregullohet rruga. Ose mos spojtnik për këtë popull, thojën sërp, e malazis. Qitër gjë, nuk ditë thëmë. Banorët e fushë Mamurasit ndihen të lënë në harres, pasi vetëm zona tyre kanë mbetur pa asfaltuar dhe pa kanalizime, pavarësisht kërkesave të përsëritura ndër vite. Ato kërkojnë që Bashkia e Kurbin të ndërhyjë me urgjencë për të zgjidhur problemet që kanë bërë të vështirë jetën e tyre për më shumë se 3 dekada.